mbikëqyrjes së kufizuar parlamentare ndaj ekzekutivit dhe mungesës së konsultimeve domethënëse publike. Sa u përket zgjedhjeve, raporti citon zgjedhjet e misionit vëzhgues të OSBE-it, duke theksuar se zgjedhjet ishin konkurruese dhe të administruara në mënyrë profesionale, po u shënjuan nga mangësitë të konsiderueshme përfshirë abuzimin me burimet publike që çojnë në mungesën e barazisë në garë. Por, më lejoni të them gjithashtu që në këtë aspekt dëshiroj të përshëndes krijimin së fundmi të Komisionit të Përbashkët Parlamentar për Reformën Zgjedhore. Ne besojmë se puna e këtij komisioni do të jetë gjithëpërfshirëse, transparente dhe efektive në arritjen e një reforme të plotë zgjedhore. Raporti thekson gjithashtu se në lidhje me funksionimin e gjyqësorit, Shqipëria gjendet ndërmjet një niveli të moderuar dhe të mirë përgatitje dhe ka bërë disa përparime në këtë fushë. Rezultate pozitive janë arritur në zbatimin në vimësi të reformës në drejtësi dhe përfundimin e procesit gjithëpërfshirës të rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve të shkallës parë.